Unë vlerësoj se është një vendim i mirë, një vendim i cili ka sqaruar çështjet dhe parashikitash mendoj se vlera e marrëveshjes parimeve qëndron mund faktin se ne me këtë marrëveshje kemi paraparë në pjesën e kornizës legale, që marrëveshja duhet të diskutohet dhe për marrëveshjen duhet ta jap mendimin gjykata kushtetuese. Dhe pas gjykatës kushtetuese pastaj të vazhdojnë procedurat e statutit dhe të themelimit të asociacionit. Kjo tani nuk u bë me procedimin nga ana e qeverisë, për arsye se ishte situata si ishte, e mori presidentja, ja dorëzoi dhe kërkojnë nga gjykata kushtetuese që të jap interpretimin. Dhe unë mendoj se tani është sqaruar korniza në cilën mund të themelohet asociacioni. Është shumë e qartë se asociacioni ka hyrë dhe është bërë obligim juridik i sistemit tonë juridik, sepse është ratifikuar me marrëveshjen e parë në vitin 2013, qershor të vitit 2013, dhe është bërë pjesë e marrëveshjeve ndërkombëtare, e cila do të implementohet nga ana e institucioneve të vendit. Ne tani do të shohim mënyrën se si të procedojmë. Sipas rregullës duhet të procedojmë me një dekret qeveritar, cilin do t'ja dorëzojmë prapë gjykatës kushtetuese, që gjykata kushtetuese ta vlerësojë se dekreti si tërësi ai përmban gjitha elementet të cilat gjykata kushtetuese tani i ka theksuar në vendimin e saj, dhe nëse ajo vlerësohet në rregull nga gjykata kushtetuese, hapet procedura e hartimit të statutit. Statuti pastaj është një proces i veçantë. Por në këtë vendim të gjykatës kushtetuese, kryeministri u tha se disa prej parimeve të marrëveshjes si të tillë nuk janë në përputhje të plotë me Kushtetutën e Kosovës. A ka hapësirë që kjo marrëveshje të rishqyrtohet, apo do të themelohet asociacioni si i tillë në bazë të marrëveshjes së kushtit? Tani gjykata ka thënë se marrëveshje bazë për themelimin e asociacionit është marrëveshja e parë e vitit 2013, përkatësisht në ligjin mbi ratifikimin e marrëveshjes së parë, i cili në pikën e parë thotë se do të krijohet një asociacion me shumicë serbe. Dhe unë mendoj se ne duhet të fillojmë nga ajo, mirë po gjithsesi duke ruajtur këtë obligimin tonë përkatësisht marrëveshjen tonë me të cilën edhe Bashkimi Evropian edhe Serbia ka pranuar që autoritet interpretimit të jetë gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës. Unë nuk shoh tani ndonjë arsye të veçantë të kthehemi në Bruksel edhe të rinegocojmë, sepse çështjet për të cilat tani ka folë gjykata kushtetuese janë çështje të cilat nuk mund të bëhen pjesë e negociatave, ato duhet të zbatohen ashtu siç ka thënë gjykata kushtetuese. Për ato mendoj se ishte edhe vërtet opinioni sot edhe i Bashkimit Evropian se duhet të implementohet vendimi i gjykatës kushtetuese. E qartë ka thënë gjitha pikat e marrëveshjes se çfarë tërësisht nuk është në përputhshmëri jo me kushtetutën, por me frymën e kushtetutës, sepse në këtë rast marrëveshja nuk ka qenë një akt juridik mbi të cilin ka mund të themelohet asociacioni, ka qenë vetëm një kornizë e cila është përgatitur në mënyrë që të punohen batutet në asociacion, dhe për këtë arsye në këtë rast kjo është krahasuar me frymën kushtetuese, jo me shkronjën e kushtetutës, sepse po të krahasoj me shkronjën e kushtetutës, duhet të ishte një akt juridik. Por ju thoni se nuk ka nevojë që kjo marrëveshje të rinegociohet. Në fakt, këtë po e kërkon opozita, e cila në një farë forme e ka mirëpritur një vendim të tillë të gjykatës kushtetuese, duke thënë se u konfirmua ajo që tha vazhdimisht opozita gjatë këtyre muajve, se një marrëveshje e tillë për këtë asociacion ishte në kundërshtim të plotë me Kushtetutën e Kosovës. Po unë mendoj se kjo nuk është vërtetuar nga ana e gjykatës kushtetuese, sepse kushtetuesja nuk thotë që marrëveshja është në kundërshtim. Në asnjë rast ka thënë që krejt marrëveshja është në kundërshtim. Ka thënë që pjesë të veçanta të marrëveshjes nuk janë plotësisht në përputhje me frymën e kushtetutës. Edhe mendoj se kjo është në rregull për arsye se askush nuk e din në momentin kur shkruan, sepse marrëveshja paraqet një lloj të themit përcaktimit politik, jo të përcaktimit juridik, sepse përcaktimi juridik pastaj bëhet në statut. Në këtë përcaktim politik të themelimit të asociacionit është thënë se disa elemente të saj duhet të saktësohen pikpamje të frymës kushtetuese, dhe në këtë aspekt themi nuk ka shumë çka të negocohet ose s'ka shumë çka të rinegocohet, sepse opozita mund të kyçet lirisht, edhe opozita dhe ekspertë tjerë në hartimin e statutit. Dhe në këtë pjesë të hartimit të statutit ne mund të japim kontributin, sepse
asociacioni do të funksionojë mbi bazën e statutit, jo mbi bazën e marrëveshjes. Kur do të mund të nisë puna për statutin e këtij asociacioni? Tani ne do të bashkërendisim këtë edhe me Brukselin, të shohim edhe opinionin e qartë dhe të saktë të tyre lidhur me këtë. Dhe në qoftë se atë qartësojmë, unë mendoj se pas vitit të ri do të qartësojmë, se është ndonjë punë tepër e ngutshme, atëherë si qeveri ne do të përgatisim dekretin, dhe do të shohim vërtet edhe forma e dekretit si do të jetë, i cili mandej do të përputhet tërësisht dhe e vetëm një sinjal. Themi një dritë e gjelbërt që të fillohet me hartimin e statutit, mirë po pasi që ne ta marrim mendimin e gjykatës kushtetuese, sepse edhe nëse gjykata thotë që diçka nga dekreti prap do të përshtatet në pikpamje të frymës ose shkronjës së kushtetutës, ne do ta bëjmë atë.